أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه الصلاة وما ملكت أيمانكم صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Fillimisht të falenderojmë Allah subhanahu wa taala, salat dhe selama qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, dhe shfrytëzojmë rastin ta urojmë pavarësinë e shtetit edhe inshallah Allah subhanahu wa taala na i mundson edhe bashkimin. Shumë gjenerata kanë vdekën me ëndrrën e pavarësisë së Kosovës, u bë realitet. Prandaj kanë thonë domethënë ulemat e dinit të Zotit, besimtar, kanë thonë mos e hubni shpresën në Allah subhanahu wa taala pa marrë parasysh si duken gjërat në terren. Edhe inshallah Zoti na gëzon. Themi me bashkimin e këto që i kemi inshallah Allah na drejton e na forcon edhe e shfrytëzojnë domethënë në dobi të jetës dhe në dobi të qytetarëve, sido që të jetë ajetin që e lexova më lart edhe hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, është një ajet shumë i njohur dhe është titulli i kësaj jete, edhe pse ne jemi larguar prej asaj, Allahu në Kur'an i ka ra shumë shkurt të drejt, ka thonë na xhinat edhe njerëzit i kemi kriju për me bë ibadet. Edhe me adhuru Allah subhanahu wa taala e me madhuru e falënderuan në të gjitha format dhe mënyrat dhe në të gjitha kohrat dhe vendet. Dhe adhurimi është, si të them, thelbi i kësaj jete. Dhe adhurimi ndaj Allah subhanahu wa taala nuk është i nvartë nga asnjë proces, çka më interesant. Tash në adhurim ju e dini ka punë domethënë të cilat varen normal prej kushteve, prej rrethanave. Për shembull themi do me prej formave të adhurimit është agjerimi, nëse s'ke shëndet nuk agjeron, ama prej formave të adhurimit është haxhi. S'ke parë nuk shkon, mbaroj. Mirë, po adhurimi nuk kanë vetëm këta forma. Pra atë domethënë në hadithin e njohur të mes Xhibrilit alayhis salam dhe Rasulullahit alayhis salam, ai hadithi domethënë ai takimi ku ka dal pastaj ki hadith nga ajo ngjarje, Rasulullah alayhis salam e ka nda, si të them, e ka hartuar, e ka bën skeletin e dinit të Allahut në forma që duken. Do të thotë dhe ato që nuk duken pastaj të mbrëmshme, edhe mirësia. Për shembull Islami është shumë i qartë. Nëse do t'i qasësh, edhe nuk kanë raste domethënë në bota që kalojnë në dinin e Allah subhanahu wa taala, e hap një libër, më njëherë njoftohesh për 2 minuta. Besimi në Allah subhanahu wa taala, do të thonë shahadeti, dëshmia që është çelësi i xhenetit të quaj, çelësi i besimit, çelësi çdo gjaje. Namazi, Ramazani, zakati, haxhi. Po flas te adhurimi tash, me adhuru Zotin në të gjitha kohrat dhe format. Këto janë forma të cilat pak a shumë janë të nvarura nga diçka. Edhe pse namazi ka një përjashtim shumë të lartë nga këto. Namazi nuk është një send i cili nvaret. Kushtimisht vetëm prej shëndetit mental. Nëse të kalon mendja, ta ka morë Zoti, të ka kaplu harresa, kushtimisht nuk e di, atëherë lirohesh, domethënë nga të gjitha se bie në kategorinë e atyre që janë të amnestuar nga mesazhi i Allah subhanahu wa taala. Namazi nuk ban pjesë në këtë grupin që jashtë i nvartë prej diçkait. Edhe namazi nuk është veçori e shariatit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, këta mbanë në mend. Namazi ka qenë tek të gjithë profetët, pa përjashtim asnjëherë. Për çata edhe është komandanti i ibadeteve. Për çata edhe biseda është shumë e lartë dhe e hapur ende, edhe mjaft e nxehtë. Një besimtar pa namaz është besimtar?
apo nuk është pa namaz, që në popullin ton ende vazhdon të jetë shumë problem. Disa herë kemi thonë edhe duhet të punojmë dhe të flasim në vazhdimsi, se ne përcjellim njerëz në botën tjetër besimtar, asnjëherë koka në sejdë nuk i ka shkuar. Ne përcjellim në botën tjetër besimtar që s'kan marrë asnjëherë abdes. Besimtar që asnjëherë nuk kanë hyrë në xhami. Edhe pastaj lutë Zotin. E ban hipokrizia të në mezhlis. A koni mire, Allah janë shfalë se ka vend xhenet për të gjithë, jo janë të tjerët për xhehenem, që si me këto muhabete me rrejt vetë vetën. Nuk i kam krijuar xhinnat dhe njerëzit për diçka tjetër. Ishte një bisedë kohëve të fundit nga dietar të mëdhej të perëndimit, që më la përshtypje një ditë, thot ne nuk jemi të krijuar për çështu sot që jemi. Edhe pastaj aty mu kap ajo filozofia e Kuranit, mu kujtua ajeti kuranor. Pse Allahu njeriu ne ka fal, me adhuru dhe me adhuru Zotin. Po ne kemi harruar. Tash kemi harru qëllimisht na kanë bën të harrojmë, se ne vrapojmë 24 orë. Ama këta shkencëtar thot, njeriu nuk i ka këta kapacitete me vrapuan 24 orë, mas dunjojës, luksit, idare, ushqime, veshmbathje, standarde, puno gruaja, puno fëmijët, puno burrat, se në pëbohemi idare. Në katëronet e botës e kam fjalën tash, jo është këtu. Po mira, ka besim po, ka Zot, po a ka obligime. Dhe ato obligime dojnë kushte, dojnë kohë. Ne nuk jemi të krijuar për çështu. Me vrapuar në 24 orë, edhe me të ngarkuar me obligime, shpesh po më shkon menja, këtu në Gjermani ju e dini të më thonë këto, ankthi është tatimi. Ankth thash, a di? Nëse doni ta kuptoni, kur shkoni në përpushime, uleni me njerëz, në vdekje, në darsma, në fejesa, në kafe, restorana, në xhami, e pa një njeri që janë të folën për tatimet, financë am të disë nga për Gjermanie. Vërene, se angulit, thellë në ADN, shqetësim, është shteti pjesëmarrës. Do më thonë një ndër shtetet që ka më shumë tatim. Nuk e kam atita se sa të më vetë kërkush mu se sa me nda. Po e kam fjallën sa të randon jetën tënde. Se ti ato dush mi fitu dikun kushtimisht me asiguruan ati. E sa për informacion këtu ku jam, dini që në Islam s'ka pasën tatim dhe nuk ka tatim. Vonë, është aprovuon filozofia e tatimit në Islam. Me një formë është bidat. Nga shumica shteteve islame që kanë resurset e naftave to, ende janë pa tatime. Ama okej, s'po du me jeti, ne nuk jemi të krijuar për çështu, s'po mahat fronti. Ati unë kur qës në istikame atje, për balë armikut, të mobilizoj, të bajnë të më thonë infrastrukturën, logistikën, armatimin kejt e ketë që edhe dikur, së në mbanë, pikën së në mbanë. Edhe njerëzimi ka arrit me një moment, nuk po mbahet. Unë e kam fjallën nëse je besimtar. Se si je besimtar, qondi qisht, ja më ke obligime, apo ke kufizime, raki, drog, zino, korupcion, vedhme, të rrejt me drog, as namaz, as gusel, as abdes. S'ke problem. Problemi është, ne ju kemi krijuar me adhuru Zotin. Dhe adhurimi, thash, këto janë format e jashme që i po i numrojnë, namazi, Ramazani, zekati, haxhi. Dhe janë të nënvarura kushtimisht për kushteve. Ama ka adhurime të mbrëmshme, falënderimi, me falëndëru Allahun, nuk don kushte, me lartësu Zotin, me madhëru atë, me u lutën, tek ai, mu mbështet në Zot, me bo bismillah, me thonë elhamdulillah, mu urujt për e haramit, me shku ka halali, këto janë gjërat që nuk dojnë kushte.
ban dhikr, lexon Kur'an, ndihmon të varfurin pse Zoti ka thonë, e don familjen dhe kushien dhe njerëzimin, nuk i shkel të drejtat e qytetarëve, nuk je zullumqar dhe i padrejt, as tiran, nuk je as egoist, e lufton shejtanin, zezën dhe të keqën, kudo që je. Ne ju kemi krijuar për me adhuruan Allahun. Ju keni devijuan, ja keni filluar merreni me punë të tjera. Ju keni kohë me vrapuan 24 orë, pa marrë parasysh për çka tash. Në ato 24 orë, shumica me siguri janë shë halalit, janë shë hajrit, janë shë mirë. Në familje, në punë, në fabrikë, në ndërmarrje, në treg, në shoshni, okej, ama në mesin e atyre ka dhe gjëra që nuk lejohen. Ju e keni mos sjellën lomshin dhe e keni harruar funksionin se duhet me adhuruan Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam, që të dithin që e citova, tu po me vdekën, ta shiti fjalët më të rëndësishme, ka fundi, ka thonë namazin dhe familjen. A i pikërisht sikur me na thonë neve këtu në perëndim tash, që ne jemi të kërcënuar, do të thonë te këto tu di elementet, kjo vlen për neve. Namazin, ju edhe familja namazin. Jo aqi baba e të tjerët asgjo. Dhe familjen, familja islame, familja e besimtarëve, familja e Kuranit, familja e abdesit, familja e sexhadës, familja e dhikrit, familja që ka frikë prej Allahut subhanahu wa taala dhe prej haramit. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, ruhuni prej haramave sikur prej zjarrit. Dhe mos u afroni bile te kufiri toleruar. A di sikur që ka thonë Resulullah alayhis salam në hadith, divorci është halal. Nëse e lip nevoja, lind konflikte dhe mosmarrveshje. Ka thonë ama është halali më i urrir te Zoti, më i padashur. A di veç emrin e ka halal. Përndryshe kur gjon në ta të mirë nuk ka. E kam fjallën edhe prej gjërave që janë halal, duhet mu urujt, mos të afrohesh afër kufirit për me ranë të harami. Ki materializëm, ki kapitalizëm, ki sigurisht e ka bazën dikun të devijimit, të dalaleti. Edhe 100 herë kam thonën. Nëse e shleftoni Kuranin, në Kuran ka dallim mes pasurijës, kapitalit, që fitohet me emër të Zotit, me punë, me angazhim, me halal, me investim, me mund, dhe mes kapitalizmi dhe materializmi që nënkupton që kthej shpinën Zotit, familjes, që hajsh hakun vetës, s'ke ko as me flet, as me pushuan, as mu fal. Shpesh, kur po bisedojmë në me qëtëtar, ju e dini se në perëndim shkaku i materializmi që na ka kapën, dhe ti je një hiç, normal që se ne fut këtë në kontrol, neve kemi hupën shumë sende këto që për i numroj. E kemi hupën linijën e besimit, linijën e islamit. Ne e kemi harruan Zotin, e kemi problem. Në familje, sofra në perëndim nuk ka. Isha të bisedu gje me njonin në kafe. Më ka morë molli, sofër nuk ka, mo ju e dinin perëndim, njoni e ndrimin e parë, qetrin ditin, njonin tretin. Nëse takohesh në vikend me familjen, je i pari dhe më i miri në mesin tonë. Sofër e ka ngrejt Allahu subhanahu wa taala. Sofra e kam fjallën dashuria, afrimi, bereqeti. Ai përpara na mësojshin neve se duhet mu ulën me bo bismillah, e me hongër me djath, e mu uqu e me thonë elhamdulillah, e di edhe sfrytoj rastin, e bajshin të një muhabet. Po ku ti takoj unë? Ku ta mësoj atë se duhet me hongër me të djathtën edhe me bo bismillah, edhe me falëndru Allahun për to mirësi e begati dhe me elu Zotin që jap atyre që nuk kanë. A mu se kam takube, s'ka sofër, as saballëk, as drek, as dark. Këto tema janë ka diskutohen, janë hapë, kohën e fundit. Në të gjitha komunitetet, konfisionet, fejet, këto nuk jemi vetëm ne, do më thonë që po viktimizohemi. Perëndimi edhe më tepër se ne është ka i diskuton. Edhe javën e kaluar e përmenda
Këtu demokracia që po flitet nga ekspert, intelektual, mendje të mdhoja, po flasi se demokracia ka përëndu. Demokracia ka dështu në organizimin e familjes dhe shoqërisë. Normal këto biseda kanë detaje, ama ka përënuon, kur e kanë kuptuon qytetarët se demokracia s'pas ka qenën ajo dëshira, moja e piramidës, zgjidhja më e artë, optimale, ja, për neve s'ka qenë, merrem i vesh në e dim. Dikur komunizmi s'kish qenë, socializmi jo, diktatura jo, i pa të nkthyen bota asit ka demokracia dhe kapitalizmi se në shikim të parë, duke më jambël, më freskët, më me nuanca që të tërheq, kur kanë hinë mrenda, kur e kanë panë, shkatërim, rënim, as familje, as zot, as besim, as dashuri, s'ka kohë, s'ka hapësirë. Tash, teorijet e reja, demokracia po merr fund. I duhet kohë sigurisht. Shpresa, pjesa dërmuese të libri i Zotit, të pejgamberi Allah subhanahu wa taala, të hidajeti, të rruga e drejtë, që nuk të ka shgënji, as nuk të rend, as nuk të mashtron, as nuk të josh. Qëto janë halale, qëto janë harame, pik. Ti ke këto obligime dhe detira. Dhe pjesa tjetër është e lirë. Kontribo, investo, shtohu, pasurohu, fuqizohu, mëso, punë, banë që ka dush. Këto janë kufit. Shpresa që po kalojnë, vazhdimisht. Dhe shpresën këto janë të kërkuan tash të rikthimi në besim. Katolik, egal, ortodoks, kisha, janë të kërkuan Zotin. Ne kur kemi folën në për të tema më herët, në Kurana shumë e përpunuar. Zoti, si të them, e lufton një dinasti, një elit, e cila e pengon qytetarin me arë në kontakt me Zotin. Zullumqarët. E kam pas folë një herë, kjo është shumë temë e thellë filozofike. Dhe sot bota kanë arrit të kuptojnë se politikat, sistemet e qeverisjes, qeverit janë një penges përballë qytetarit të cili nuk e lën ta josh shpirtin në komunikim me Zotin. Se ta kanë zjerë këto që po them, tatimi, sigurimi, ndrimi i parë, i treti, makina, borgji, përqinja, këste, aj ki, ti dikur, shumë i gjallë je, ti shumë i gjallë je, që nalës dhe njerë dhe kujton që ke lonë diçka, e kujton që ke lonë diçka, ke lonë namazin, ke lonë Ramazanin, ke lonë familjen, ke lonë krejt, e di për pejgamberi alayhis salam, kur i ka thonë për dërdajës. Me një hadith atij, kur kanë ardhur ato, kur i kanë thonë, na falemi gjithë natën, agjërojmë tan jetën, e lexojmë Kur'anin që pandale, kujt diçka. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ej, ju nuk jeni më musliman se unë tash, aty të merrem i vesh. Ama unë edhe fle, pushoj, edhe agjëroj, ama edhe ha, edhe punoj, edhe vizitoj, e këshiri familjen, merrem me të punë tjera. Ati kura ankua jo gruja ati se tanë jetën namaz natë për falë. Kër i ka tërgu pejgamberi alayhis salam, Rasulullah alayhis salam shpejt informacionin, ka thonën ti i ke obligime bashkëshortës, me te dush mu ullë, me bisedu, me nejt, me vetë, me i treguon, halle, derte, nevoja, kërkesa, së mundu si mu falë të ankohën. Kja është ekstremi tjetër e kam fjallë, nësë kemi punë me këtë. Dhe ka thonë, ti kështu, ja merë të drejten edhe aspektit tanë shpirtëror dhe fizik, dush me pushuon. Ajo s'pas ka qenë e lejuar. Ape mendon, ajo për të cilën Zoti e ka kriju me adhuru dhe madhuru. Jo, e ka thonë edhe këtu ka një standard, ka një program, ka një ekonomi e adhurimit. Ajo s'ban, po kjo e jo në shka ta mërmenja, se aja kone ekstrem në adhurim. Po na, që s'kemi kohë as farzat mi falë, edhe Ramazanët i kanë hongër këtu me arsjetimin se jemi më punë, edhe në haqë s'kanë shkuën se si ka ra pushimi, ta shvesh mi bo Saudijës telefon, mi thonë shtine lëvizne kur të kemi qef ne. Se are kemi diskutuar.
Resulullah a.s. në hadith që e transmeton prej Allahut, ja u thash dikujt, në fushën e adhurimit dhe ngecjes që e kemi lënë krejt, kujt i kam dhonën Allahu ka thonë shëndet, pasuri dhe siguri për 5 vite me radhë, dhe nuk ka ardhur në hax, në t'i lajet durt prej besimit në mua. Po s'kemi na kohë me këto punë më morën, se unë i kam 3 makina, edhe 10 shtëpi, edhe përsëri nuk jam i ngopur, nuk e falenderoj Zotin për ato që i kam, ankohem për ato që si kam. Mendje djallëzore, shpirti zbrazët, nuk mbushesh me kurgjo, nëse nuk ke pajtimin me atë që të ka dhonë Zoti. Dietarët kanë thonë, kënaquni dhe gëzoni ato që i keni. Ke shëndetin, ke familjen, ke shtëpinë, ku strehohesh, e ke punën prej ku e siguron jetën, çfarë sa është. Falenderojmë Allahun, kënaqu me këto. I ke vajzat, i ke gjemt, i ke familjen. Ja, me ato që i kam, nuk i llogaris. Unë shikoj atje ku nuk i kam. Edhe onkthi, stresi, ngarkesa, varfëria e imponuar, shpirt i zbeht, pa moral, pa besim. Kështu nëse të vazhdojmë, ne do ta zonë qafën dikun. Nuk kanë rastit ki mësim, ki këshilla e Allah subhanahu wa taala. Këto mësime të pejgamberit alayhis salam, kur ka thonën mbreti prej juve është ai i cili zgjohet në mëngjes, shnosh rahat në trup e familje dhe e ka ushimin e sotit. Ditën e mirë, nesër dita re, nafak e re. Kënaqe, shfrytëzoje, gëzojo asaj që e ke. Dhe thuj një herë elhamdulillah, të ta ndëgjojë Zoti. Inna Allah yuhibbu min al-abdi idha an'ama alayhi yara ni'matahu alayhi. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu e pëlqen kur Zoti ja jap një njeriu një begati, ta shaf Zoti, ti tu e falenderu për atë. E ke shëndetin, e ke shtëpinë, e ke makinën, e ke kalin, ku ta di unë, lopën. Falenderoj me Allahun që e ke, boll me ata ankesa për gjëra që si ke. Se ti me ta dhonë edhe Gjermaninë, ti nuk e falenderon Zotin, se ti e lip Zvicrën dikur. Me ta dhonë edhe atë, ti e një pjell në dalalet, këtë kuptonë. Nuk ka problemi i pasurës, e të papasurës, problemi i dalaletit. Ti nuk shfrytëzon, ti nuk e adhuron Zotin, këto e pata fjallën. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. E gjinët dhe njerëzit i kemi kriju me adhuru Zotin. Pre adhurimeve tham, janë këto forma dhe format e adhurimit të zemrës e të gjuhës. E përmend, e lavdron, e përkujton, i bën sabër, i lutesh e tjera, e falenderon. Nuk e adhuron Zotin. Si e në atë lini, nuk të ka udhëzu Zoti ende. Ti ke problem. Ti do të vraprojsh mas një dunjoje që ne nuk do të mundsojmë as njëherë. Edhe ti do më thonë, sit e zemrës të kanë hik. Ti shfrytëzon vetëm sit e ballit për pa rrugën e kam fjallën, sit fizik, ama sit e besimit, të hidajetit, të kënaqësisë me atë që Zoti e ka ndan, dhe se këtu jemi për ditë të caktuara e të numëruara, siç po dëgjoni për çdo ditë. Domethënë pa prit mas gjem vajza të reja që po vdesin gjithandej. Dhe po ikin në botën tjetër. Sa janë të përgatitur, sa kanë investuar, sa e kanë adhuruar Zotin, sa janë ruajtur prej haramit, vetëm ata e dinë edhe Allahu subhanahu wa taala. Çdo kush është përgjegjës për veten e tij. Shumë muslimanë keni në gjeneratën e parë, ne ju kam treguar për Omer ibn Abdul Azizin. Edhe të tjerëve ju ka ndodhur këtë transmetim. Kur i kanë hyrë në familjen në shtëpi, kanë qenë emra të mëdhej. Kur e shohin standardi normal i thjesht, i rëndomt. Ju po punoni shumë ku i keni këto rendi stoli, thotë i kemi çuar investimet në botën tjetër. Se dhe atje kemi shtëpi dhe jemi të ndërtuar vazhdimisht me sadakaja, me dhikr, me përkushtim, me solidaritet, me adhurim, me madhërim, me falënderim, ama atje jemi të çuar, se dhe atje kemi shtëpi. Jemi të përgatit. Sikur ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush thot subhanallah walhamdulillah, një bim, një fidan, i mbjellët në territorin e bashën e tij në xhenet ku e ke vendin. Sa ma shumë të thoni elhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah,
Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Atje investon, e ban jeshil, po jo s'kan vakët se këtu jam në ndrimin e tretë, natën, me tranvaj, dimën, ftoft, unë të hik, rujën hopë, se ma forë ku po shkon në punë, ti, aj, ki, kërkun hiq. Adi na dhe s'kemi qenë shumë të përgatitur, tash kushtimisht, e më thonë që ka shumë i përgatitur, u sfidova, tash, adi, okej, ti ashtu është të më përgatit. Edhe hopë ke ardhen me një darsëm të huaj, nuk ja di reni se si kthehet kjo hore, kur ti hish horës huaj, adi, ama ne këtu në kursia, pasje islame, e ki komunitet, do më thonë, ne do të vazhdojmë të interpretojmë zërin e Allahut dhe mesazhin e pejgamberit alayhis salam në këtë komunitet, në këto besimtar. Dhe ne do të gjallërojmë dhe do të jetësojmë këtë din me familjet tona dhe në këto musliman me gjithë sfidat që janë. Nuk e di këtë kjo fjala sfida, a jeni të e përcjell, do më thonë, çfarë tematika në botë janë hapën, janë habite dhe qytetarët e një shteti më demokrat në botë, i keni amerikanë gazetarë dhe shkencëtarë të folën se çfarë marrina ka po politika sot dhe gje. Edhe ka filluar pak rezistenca dhe vetdia qytetari që ta merr në dorë sovranin, se sovran është qytetari. Kohëve të fundit, dhe më thonën, qeveritë kanë kesh përdorën sovranin, e ka morë pushtetin dhe ka filluar me vendosën në emën tanë, pa të vetë hiç. Martoni burra me burra, po kanë vetë ti. Martoni gra me gra. Po unë s'ta kam dhënë votën për atë, unë e vendosi, jo ti. Prej në rastin e Izrael-Palestinë, kur u qunë bota, që më ju them shpesher, është një kthes në historinë e politikës ndërkombëtare. Edhe tash kanë filluar në autor, libra kanë shkruajt i thotë qytetarëve, ej, merreni pushtetin në dorë, ti si qytetar, ngritë zërin, mos e le qeveria këtu me dhon pare, gjithandej të na bëm tatim të imuje këtu, po ku ti marrun ato tatime? Parët, po jo atje këtu në përbot, pa llogari, pa pyet sovranin. Edhe pastaj jeta u moj vështirë, ta mërmenja që u moj vështirë. Kur të vështirësohet jeta, krijon probleme, s'kam kohë të merrem me atë. Ai ishte atë njëri tha, çasi politika janë ka qeverisën. Të pasurit e shtojnë pasurinë, të varfërit i shtojnë fëmijët. A di varfëria shtohet të në me kallaballëk, ti fugara edhe me fëmijë, a di? Pasuria të pasurit, varfëria të varfërit. Shtije tash. Ja. Njerëzit Allahu i ka falë me adhuru. Kjo është mesazhi, punoni dhe bani çka duni, ama mos harroni Zotin me adhuru. Se kjo është detyrë për të cilën ju keni këtu, s'ka prunë ti, s'ka prodhu Mercedesi, as Audia, as teknologjia, as KI-ja. Ti e të ka krijuar Zoti. Dhe ti nëse i ke dikuj obligime dhe detyrime, fillimisht i ke lart madhërisë së ti, Zotit tanë. Kjera çka të mbetet ko, këtu jemi. E trajtojmë, menaxhojmë, punojmë, fillojmë, mbarojmë, kemë problem. Ama fillimisht te Zoti se hop emri Allahut. Na për Kur'an e keni të na. O Zot, na kthebe edhe një herë, do të falim. O Zot, na kthebe edhe një herë, do t'i ndihmoj fukarat. O Zot, na kthe edhe një herë, do të falenderojmë. Shina, na kthe edhe një herë, s'ka edhe një herë. Çe ku je? I ke me mene, me shëndete, me kritike. Adhuroje Zotin, madhëroje dhe kapitalizoni këta ditë që ju gjindën, domethënë kur dalmi para Allahut subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.